Në një solemnitet të veçantë, besimtarët katolik të Shkodrës ndoqën procesionin nga katedralja deri te varrezat e Rmajt, duke përkujtuar vuajtjet e Jezu Krishtit. Procesioni udhës së kryqit me 14 ndalesa është një moment reflektimi dhe lutjeje, ku çdo ndalesë shënon një pjesë të kalvarit të tij dhe të sakrificës për njerëzimin. Udhën e kryqit që kemi ndjekur edhe ne, na bën të mendojmë që edhe ne të krishterë, edhe sot, së bashku me shumë njerëzit, përjetojmë edhe padrejtësi. Mendojmë sa padrejtësi e përballojmë çdo ditë në vendin tonë. Mendojmë edhe sa padrejtësi njerëz të pafajshëm akoma sot e përmballojnë. Mendojmë edhe për ato situata kur jetojnë në luftë, sa fëmijë të pafajshëm janë të dënuar, sa njerëz e vuajnë luftra. Mendojmë edhe lutim Zotin për këto vende të ndryshme, që na sjell dhuratën e paqes. Sa kemi nevojë për paqen në vendin tonë, në botën tonë. Ky moment shpirtëror paraprin festën e Pashkëve, që besimtarët do të kremtojnë të dielën, duke sjellë mesazhin e ringjalljes, shpresës dhe jetës së re. Të gjithë mështarët,